Rita, kur me Skapos dhe Gencit ka hyrë në lojë dhe mamaja atyre, marrëdhënia midis dy vëllezërve ka marrë tashmë një tjetër drejtim, ka ndryshuar shumë. Dhe ata kanë nxjerrë në pa disa tipare të reja të karakterit të tyre që nuk i kanë pasur më parë, por që në fakt këto tipare i bëjnë djemt shumë më simpatik dhe shumë më interesant akoma. Sigurisht në familjen e tyre tashmë të çuditshme edhe sot do të ketë zhvillime të mëdha. Prandaj, për të mos i humbur, ju ftoj të ndjekim bashkë Kapo, Genci dhe mamaja. Ku je mos e më ke mbyllur në shtëpi brenda? Ku je mo plera ape dir? E mos ma trasht zërin në celular, mua se kështu bëni të tërë në celular, ju si mentor Gjemali e trashni. Pasaj kur më vini këtu më bëni si afër dita zonja më bëni. Ku je mo, ku je? Brapa derën se, po ape mo derën se ta qava, bravën e gjokë si ta qava. Ape derën shpejt mo të thashë, se do ta qaj... Mbylle telefonin se mi mbarove parat, më rope. Hemën ta mam korqare dhe kur e mari mi argjon telefoni. Emo, trim me flet pe fletore me kutiçka, sigur do na qaje bravën e gjokësit. Unë ta e që me lqin me tritol si ndërtim paleje, po shti bek t'i vinqit këtore, ka që po të them? Jo, po foli Vinqit, foli, po së mori me fadromët të idhë në plerat të idhë. Se më kur u bedhe kuj forte, shisi është më si lëpirë se më shikoj më që është kjum. Shiko më që bluzë ka me 3 jaka, ka me 3 paljaka, më shikoj. Maritas, Genci do shkoj në shkollë se theshtë shumë inteligent. Digjova thuaj. Kush është inteligent, a ime? Po ja me shpura në dyqan, i thashë, na një suflaqe, e mori suflaqe në mbështolli. Qarë bën më i thash, ta me buk në shpi, më tha. Sheke këtë me, që dua këtë unë me? Aman kur flet ky, kunguj. Që kur ishte ky i vogël, i jep një kuti ta lexonte me cigare, edhe lexonte. P-A-R-T-I-Z-A-N-I. Bashkoj tani, paqetë, thoshte. Genci do shkoj në shkollë, edhe mos e diskuto, se nuk do të le ignorant kështu, si puna tënde. Digjova thuaj. Ja ku ka marrë formularin, fillojmë nga pyetja e parë, do ta mbushim bashkë. Hatere, vazhdo mami pyetja numër 1. Ha. Lopa ka 4. Unë kam 2. Përse bet fjala? Po në shkollë fillore do e shpjeshti këtë me. Po këtë e di dhe breshka. Gjoksi. Mbylle se të rashët. Maskara, hajvan. Pusho. Urdo, Genci? Lopa ka 4, unë kam 2. Këmbët mami? Shpirti mamit, zemra mamit, inteligenti mamit. Bravo, se më vete mendja për kesh mua kështu më, Titra. Ditë qik me këtë atë të kemë për balë ty. Kalojmë në pyetja tjetër. Ha njëri. Çfarë ka më të madhe një grua e martuar nga një grua beqare? Po kësaj radhe, po gjoksi e vdekur. Imoral! Po gjoksi me është të qarë një grua e martuar më të madhe ka gjoksi. Je imoral, nuk fritet shumë sy të mamas. Me mirë se morë me sa ushe mendin oshe. Mami me leje? Urdo. Krevati dopjo? Bravo, shpirti mamit, zemra mamit, inteligenti mamit. Ja. Se më më... Po se më vete mendja, vetëm për kesh më vete mendja. Bravo, shpirt. E ke mendjen e thartuar, prandaj, vazhdo tjetra, mami. Vazhdojmë pyetja 3. Ha. Në ç'vend i kanë qimet më të përdredhura burrat edhe gratë? Iq pyetje! Dali me dalë, lifke! Mirje time! Mos i ke dhe në mamas kokainë, se qësh kjo pyetje, moj? Po qësh me kjo pyetje, viç familje degeneruar, qësh me kjo... Ku i kanë qimet më të përdredhura në gjvend, burrat dhe gratë? Po një gjvend, mami me leje? E thua ti këtë në sytë të sateme të vrava, ka që po të them? Pusho, po të them, e lejrë djalin, se më le ignorant, o ignorant! Në Afrikë, mami? Shpirti, mami, zemre, mami! Themën, po që më vete mendja vetëm për kesh mua më që... Se je ke mendje në, se të shbërmendja nga bu... E me vazhdo atje, ka tjetër. Se me bisë e morë me... Themën vetëm se të ka mama, se dish do të kisha bera po jo. Ti mua? Ti. Kalon qik më te mami? Vazhdojmë pyetjen e 4. Çfarë kanë burrat edhe gratë mund me skembë? Viç pyetje! Po këto pyetje s'te bëjnë dhe në burg me, i ke mend të time. Të shi, më fal një sekund, qa kanë burrat edhe gratë në mes të këmbëve? Se mos e thuash, ka që po të them? Qa ka?
S'ka ndonjë gjë, gjunjët. Në mes të këmbëve. Bravo, shpirti, mami. Ta më po të më vete mendja vetëm për keq bre me iku mendja Se je fare. lajfitur, prandaj. Se je ignorant, prandaj. Prandaj. Ja kështu. Ja kështu. Ti je një Të mos të bie. Ka marrë shumë natë, dëgjopja. Pes, Citra. ç'është një gjë e butë që në dorën e një femre bete fort. Dali se kjo që nga problematike. Griu lefter nga vari i shiko lefterinë që po thot Po si? se qte beka lefteria s'ta bën as perendia o familje degeneruar apu burg më mirë të vete në burg. Lala, që të u lala, qa ke? Po ja? Një gjë e buti që bëhet e fortë në dorën e një femre? Maniqyri, mami? Shpirti, mami, zemra, mami, e fitove, do ishtë në shkollë, do të diskuto. Se me vete mendja vetëm për keq bre këtë zgjej do. Se ke mendje nja, djali do shkoj në shkollë. Dale do vete në shkollë, kemi dhe ne një pyetje se si kështu u fito nga kjo shkolla. Edhe pyet na njëri, pyet na Që është një njëri. gjë me 4 shkronja, fillon me k, mbaron me i. Gjeje. E gjejeni. Fillon me kë? Mbaron me i. Çpate be. Kapo të marqin të fuqin burg të rënë të lotaria burgut e mos më dalë Çfarë keni mo? E gjeni dot me? E se po ju ndihmoj. Edhe hajte, disa anë ju të dy atë apo jo? O, për kokëtende. Edhe për natë. Na dëgjoj komshin të lutem. Kapo. Po mos për natë një në trenete, disi anë me. Po që këto gjera të qilerit të qilerit në mami këtu? Maskara. Po më çfarë keni që bëni kështu? Idiot. Kush është Fillon ma? me kë mbaron me i kosi. Nuk ka më shkollë. Tash i bënin që këto gjellrat gati meruni me shpinë. Do vesh në shkollë. U djali të rënë të dora për the. Ka filluar të vjen leshka ty, po më kujtin gjave me këto flokë, me punët aty. Po cina vajti mendja për keq se morën vish. Zemra, mami, që... Hajde këtu, hajde.